Mirë se vini në kanalin zyrtar të Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore. Si të paguani taksat vendore, afatet dhe mënyrat e pagesës. Në këtë video do t'ju informojmë mbi afatet ligjore dhe mënyrat e pagesës së detyrimeve vendore për qytetarët dhe subjektet e biznesit. Shlyerja në kohë e detyrimeve vendore ndihmon në shmangjen e penaliteteve. Për subjektet e biznesit, afati përfundimtar i pagesës së detyrimeve vendore është deri më 31 maj 2026. Për individët me pronë që përdoret për qëllim tregtar, pagesa kryhet në 2 këste. Kësti i parë deri më 20 prill 2026, kësti i dytë deri më 30 qershor 2026. Subjektet dhe individët kanë gjithashtu mundësinë ta likuidojnë detyrimin e plot në një pagesë të vetme, pa e ndarë në këste. Sa i përket mënyrave të pagesës, detyrimet mund të shlyhen përmes aplikacioneve smart të bankave të nivelit të dytë, duke përdorur telefonin celular. Në këtë rast, është e domosdoshme që në përshkrimin e pagesës të shënohet sakt NIPT-i ose kodi vendor i subjektit, në mënyrë që pagesa të identifikohet dhe pasqyrohet pa vonesa. Të njëjtin veprim mund ta bëni edhe duke u paraqitur fizikisht pranë çdo banke të nivelit të dytë, pranë sporteleve të postës shqiptare, pranë operatorëve financiar të licencuar për kryerjen e pagesave. Nëse keni paqartësi mbi shumën e detyrimit apo mënyrën e pagesës, ju ftojmë të kontaktoni tek taksat@tirana.al ose duke u paraqitur fizikisht pranë sporteleve tona. Respektoni afatet dhe kryeni pagesat në kohë. Ju faleminderit që na ndiqni.